moti do jetë i thatë, nga e premtja nuk ka reshja as në zonat malore, e premtja shtuna, e diela, hëna, e marta dhe deri të mërkurën tjetër do t'jetë në ndikimin e diellit, intervalet të gjata me kthjellime, orët e pikut tashmë ne i themi her pas here janë nga ora 11 deri në orën 3 të pasdites. Ky është edhe intervali ku termometri shënon temperatura të larta, ditët më të nxehta do t'jenë e diela dhe hëna, por edhe dita e martë do të shkojë termometri, Lajda? Por edhe e marta, se termometri presim që t'i afrohet vlerës 40 gradë në ndonjë zone izoluar, ne parashikojmë një probabilitet mjaft të lartë me temperatura 39 gradë në qarkun e Shkodrës, një temperaturë afër 40 gradë që mund të shënohet në qarkun e Beratit, në Kuçov, Elbasani mund t'i afrohet 38-39 gradë, Gjirokastra gjithashtu. Tirana do t'jetë në vlerën 37 apo 38, Bregdeti, i cili është pak më i freskët, do t'jetë në vlerën 36 gradë kryesisht jugu, dhe zonat malore do jetë Kuksi që do të shënojë dhe temperaturat më të larta dhe pak më freskët do t'jetë qarku i Foçës. Do jenë afërsisht 4-5 ditë mjaft të nxehta, pra nga e premtja deri të mërkurën kemi një shkëputje dhe tërheqje të valës, të valët afrikane reaktivizohen, futen në territor dhe tërhiqen her pas here, duke qenë se kemi ndërhyrje të një mase tjetër më të freskët, dhe më pas kemi prapë dhe reaktivizim të tyre. E kemi thënë tashmë që jemi futur në sezonin e verës, ku temperaturat të larta do t'i kemi prezente, ku dielli do t'jetë dominant, nuk do të mungojnë këto rrepeshet e përkohshme, kryesisht janë zonat lindore ato që janë më të rrezikuara, duke futur këtu edhe kryeqytetin edhe Elbasanin që mbeten gjatë gjithë verës të rrezikuar nga këto rrepeshet, të cilët zjatin vetëm disa minuta. Megjithatë, ditët më të nxehta, siç e theksova, është e diela hëna, por do ndjehet edhe të martën, sepse e marta ka vetëm një rënjë të lehtë dhe me 1 gradë ne nuk është se e ndjejmë atë ndryshimin. Qytetet më të nxehta do t'jenë Shkodra, Elbasani, Gjirokastra, Berati. Më pas vjen në vijën e dytë të frontit Tirana, Fieri dhe Lushnja, pak më freskët Bregdeti, dhe do jetë Korça, e cila do të ketë atë favoritin më të madh, ku do jetë akoma më freskët. Mund t'i afrohemi 40 gradë, por parashikojmë një temperaturë 39 gradë. Mund të shënohet 39.5, 39.6, por kryesisht do të jetë Berat dhe Shkodër. Këto janë edhe zonat ku presim këtë maksimumin e kësaj jave. Berat, Shkodër, po edhe Elbasani, me sa dëgjova, apo jo, me 39 gradë? Po, Elbasani, Gjirokastra, Tirana, ndryshimi është shumë i vogël, ndryshimi është vetëm me 0.5 apo maksimumi me 1 gradë dhe